Shtëpia mbahet nga 4 shtylla zakonisht. Shtetin e fuqizojnë ligjet. Familja bëhet e palëkundur me forcën e lidhjes së pjesëtarëve të saj. Dhe fuqia e Islamit qëndron mbi 5 shtylla. Të dëshmoj me zemër dhe me gojë se nuk ka të adhuruar me të drejtë që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi, paqja qoftë mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. Me thënien e kësaj, ti o njeri sapo hyre në fenë islame dhe besh musliman. Kjo është hapja e portës, vendosja e këmbës së djathtë për të hyrë në këtë fe të bukur. Shtylla e dytë është të falim namazin. 5 herë në ditë krihet një ritual për të adhuruar Zotin me veprime dhe fjalë të caktuara dhe kohë të caktuar. E treta, agjërimi i Ramazanit. 1 herë në të gjithë vitin, 1 muaj, agjërohet me kohë të caktuar. Dhënia e zekatit për ata të cilët kanë pasuri të mjaftueshme dhe në kohë të caktuar dhe miktar të caktuar e japin nga kjo pasuri vetëm 1 herë në vit. Haxhi është një ritual që të shkojmë të vizitojmë Qaben e bekuar, sikur dhe 1 herë në vit për ata që kanë mundësi